Dhe po të shikojmë. Jo, është mbas asaj që u vendos për zotin Veliaj, mbas arrestit. Dakord jam. Do të kemi parasysh, kemi ngjarje. Ta shpjegoj, domethënë rritja e simpatisë është pas arrestimit Veliajt. Po. Kjo është e shpjegueshme, sepse ndjes profesor, në momentin që Veliaj ishte ende i lirë duke shitur kaseta për mediat, sikur bënte punë, ata qytetarë si puna ime ishin skeptik duke menduar që ky institucion goditjen më të fortë e ka bërë të lideri të opozitës, duke mbyll nga 330 ditë në shtëpi. Dhe deri në momentin që është arrestuar Erion Veliaj, ata qytetarë skeptik kanë pas të drejtë, sepse ka qenë puna ajo që fliste për ta. Në këtë moment nuk duhet të shihet si një lloj herezie politike apo se Berisha, si thua, shikon pjesën e sondazheve. Jo, Berisha thjesht ka parë punën e prokurorisë, punën e prokurorit në rastin fjalë, Olsdado po çfarë si e ka, por ju dhe të dyve nuk e bën përshtypje për shembull që Erion Veliaj është në burg, dosjen e tij kishin dy prokuror. Altin Dumani dhe Olsdado. Erion Veliaj e ka lëshuar gjuhën pa frena. A folio komplet. Po pse sipas jush? Vetëm ndaj prokurorit Olsdado dhe jo ndaj prokurorit Altin Dumani, ndërkohë që në dosjen e tij janë të dyja. Ja u them pse. Ka qarkulluar vazhdimisht dhe sigurisht që ne të merrem me politikë dim këtë pjesë, një diskutim i tavolinave të politikës për këtë paktin e fshet mes Ramës dhe Dumanit, ku ideja ka qenë që çfarë vjen nga partnerët goditi pa mëshirë, çurbe me shok, këto skaje e ngroçat, dhe çfarë janë diskutimet të brendshme, rakordojmë. Në këtë moment, me sa duket, të thyje pakti. Jo pa qëllim, Edi Rama ditën e sotme ka deklaruar se pas ka respekt për kreun e SPAK-ut. Po t'jetë se ka respekt Edi Rama për kreun e SPAK-ut, ai është kreu një institucioni që Edi Rama ne ka lënë pa shok. Edi Rama shumicën e shokëve të tij kanë në Ferë dhe në Durrës. Pra, po të jetë se marrim referencë që Edi Rama pas ka respekt për kreun e SPAK-ut, kjo na çon në dy diskutime. Ose kjo është hipokrizi, ose ky është kontroll mbi të. Pra, ose është hipokrizi se ky kreu i SPAK-ut dhe struktura e tij. Domethënë tani ai është fushar. Ai ka thënë gjithkohën që unë e kam shtet SPAK-un, e kam shtet SPAK-un dhe tani nuk mund shkojnë zgjedhje duke kundërshtuar këtë. Për ta përfunduar, se ndoshta merrem edhe me tema të tjera, unë mendoj që ky institucion ka ende punë për të bërë. Sigurisht që ka dhe probleme ligjore në mënyrën se si u qasen nga ana teknike, po ky s'është paneli për ta diskutuar. Unë mendoj që këtij institucioni fjala bie mund të hiqen dy kompetenca, s'mundet që të jetë një prokurori që heton gjykatën e vet, dhe se këtë nuk rrit dot pa e thënë. Nëse është e vërtet që prokurorët e SPAK kanë vendosur në përgjigje anëtarët e gjykatës kushtetuese, edhe pse në bindjen time profesionale gjykata kushtetuese e Shqipërisë është institucioni më qesharak që ne kemi sot, atëherë unë mendoj që ai prokuror që ka marrë këtë vendim për përgjuar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese nuk mund të jetë më pjesë e atij institucioni. Nuk e di për cilin prokuror bëhet fjalë. Juristët e kanë shpjeguar që kanë ndjek çdo lloj hapi, nëse ka dyshime, nëse ka dyshime, sepse që krimi organizuar ka tentuar dhe kemi faktin që vendimi për përgjimin e zotit Gjoka nuk ka dalë ende dhe duhet kishte dalur ai vendim, nuk është zbardhur. Dhe lidhet me këtë gjë. Nuk ka dalë, sepse ne gjykojmë që cili ne përjashton një të korruptuar pavarësisht pozicionin që ka që mos hetohet. Shiko, profesor,